të akceptueshme dhe kanë fillu mu kap dhe më thonë tregin tonë. Mirë, më herët folëm me Manuelin pak a shumë dhe për trendet edhe për ngjyra dhe doja të dija nga i se slat janë disa prej trendeve të këtij viti, do t'ja bëjmë dhe këtë pyetje. What are the hair trends for this year? For Helen Seward is an Italian brand born in Italy in 1969. Okay. Helen Seward është një brand italian I cili ka lindur në 1969, më thotë. And he produces high quality professional brand for hairdresser. Po, ai prodhon, domethënë, kompania prodhon produkte profesionale me kvalitet lartë. And deals with the training and the professional growth for hairdresser. Është edhe kompani e cila merret edhe me ngritjen profesionale dhe rritjen e parukierëve. And we are present in the 56 country around the world. Na jena prezent për të në 56 ata? 56 shtete të botës. And we have partners in Europe, like here in Pristina, America and Asia, Africa and Australia. Është në këtë botën, domethënë shtrirë në këtë kontinentet e botës shtrihet domethënë kompania dhe vepron shumë mirë, fuqishëm treg. Bukur shumë. Okay, I would like to know more about your role as a technical there in this brand. My role? Yeah. My role is improve the professional life of the hairdresser, go around the world to work and be powerful the passion of Helen Seward products and the Helen Seward style, of course. Domethënë roli jam në kompaninë Helen Seward është me paraqit me ngrit frizerin, domethënë parukierin, me jam mësu domethënë punën, po të njëjtën kohë edhe me paraqit Helen Sewardin në përbotë, sikurse një brand që është I suksesshëm edhe që I punon për ta. Mirë, po e përmendim këtë brand, por na trego pak për këto produkte Krishnik, cilat ju I ofroni në tregun e Kosovës, kanë shtrirje, po shohim dhe vetë siç na tregoi Manueli gjithandej, por janë edhe goxha të sigurta, që po e përmendni vazhdimisht që është shumë e mirë të potencohet dhe të dimë se çfarë ne përdorim për flokët tona. Po, Gonxha, thash edhe ma herë të përmenda, para 2 vjete, domethënë ka qenë shumë ma vështirë linja Mediter me depërtu në treg. Tash o kriju një kulturë, kanë fillu njerëzit me ditë çka green, po edhe me ditë çka domethënë çka prodhohet me cilësi. Edhe një produkt I joni, nëse sot o shit të një klient, kjo e ka pru, na e shesim këtë produktin tonë të parukieri, këtë duhet me pas parasysh. Parukieri është ai që ja ofron juve sepse është profesionisti, ai I cili e vlerëson, edhe ai I cili domethënë e din për çka të nevojitet për flokët tënd. Për këtë arsye ai klient që e ka marrë një produkt tonin, deri sot o rikthehet me marrë 2-ën, 3-ën apo 4-ën herë, kjo I bën që produktet që jemi tu I sjell tash kanë filluar mu plasu edhe kanë filluar me hin treg. Kjo I bën që janë të kënaqur edhe që klientat kanë siguri. Qysh merret siguria, më e mira siguria është kur vjen me vlet 2-ën herë. Por ndryshe, ti mundesh me thonë sa dush ka ISO standard ose ka këto e ka ato, por nëse nuk funksionon, nuk vjen me vlet për s'dyti. Çka u kon fillimisht pak një problem, u kon ndoshta edhe pak kostoja e produktit, ka qenë një kosto pak më e lartë, në start ndoshta na ka pengu pak në start me hi menjëherë shumë fuqishëm, po tash kostoja nuk është më problematik, klienti e din, nëse e merr produktin ton, e ka një klasë tjetër edhe e pagun, nuk e ka problem. Mirë, edhe ju tashmë keni krijuar dhe MAK Akademin, cili është qëllimi I kësaj akademie? Pas afro gati 20 vjet punë, edhe na arritëm me hap një akademi, faktikisht kjo akademi fillimisht ka fillimet e veta me trajnime për parukierët, me ngritjen e tyre për qysh me menaxhu sallonin e qysh me punu, por në të ardhmen na dëshirojmë edhe besojmë që së shpejti do e bëjmë të mirë fillt një shkollë për parukiera. Kjo do të jetë një akademi nga Milano, që kemi në bashkëpunim me Helenin, që do e marrim plan programin e tyre dhe do e interpretojmë këtu. Pra fillimisht MAK Akademia ka startu këtë vjet fuqishëm me 2 trajnime që I kemi bë për ngritje dhe avancim të parukierëve. Kjo është krejt qëllimi që me mësu qysh me menaxhu, me mësu qysh me përdor Instagramin, me mësu qysh me promovu, me hek mashtrimet, me punu realisht dhe Mendon që ka mashtrime pak? Përdoren efekte shumë ose përdoren shumë ndreqje, na I mësojmë edhe qysh me qit real, po edhe puna me dar real. Pra, teknikisht e mëson kë, ndoshta na e mësojmë edhe mënyrën qysh me interpretu dhe qysh me e qit punën reale, jo punën e imagjinuar ose të krijuar me storie.
Kjo është ideja. Bukur shumë, dhe jam shumë kurioze të di se si po pritet edhe nga të tjerët, a ka zujt interesim dhe është ideja që të trajnohen apo të vinë në këtë akademi edhe nga vendet përreth, jo vetëm nga Kosova? Gonxhe,